Policia e shtetit ka njoftuar planet e siguruara për ndeshjen e futbollit mes Shqipërisë dhe Andorrës, që do të luajë të mbrëmjen e kësaj të hëne në stadiumin Arena Kombëtare. Për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë zhvillimit të ndeshjes, do të ketë kufizime të rrepta në qarkullimin e mjeteve nga ora 15 deri në përfundim të ndeshjes në disa akse të caktuara rrugore rreth stadiumit. Për këtyre masave do të ndikojnë bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Papa Gjon Pali 2 dhe rruga Lek Dugagjini nga Ishgarda e Republikës deri te stadiumi, si dhe akse të tjera të zonës përreth. Në kuadër të këtyre masave, policia do të kryejë ekskortimin dhe sigurimin e ekipeve të futbollistëve të Shqipërisë dhe Andorrës nga aeroporti i Rinazit deri në hotel, stadiumit dhe e kthim. Po ashtu do të kryen kontrolle të rrepta për të parandaluar futjen e sendeve të kundërligjshme në stadium si piroteknike, flakadan dhe do të monitorojnë të gjitha mjediset e stadiumit përpara se tifozët të futet. Në lidhje me sigurinë e aktiviteteve sportive, policia ka theksuar se veprimet e dhunshme në stadium përbëjnë kundravajtje penale. Kështu hedhja e sendeve të forta, përdorimi i lëndëve piroteknike dhe hyrja në fushën e lojës nga persona të pa autorizuar do të ndëshkohen sipas kodit penal me gjoba të rëndësishme që mund të arrijnë deri në 100.000 lekë ose deri në 3 muaj burg në rast se pengohet zhvillimi normal i aktivitetit sportiv. Policia apelon për respektimin e rregullave dhe për sigurinë e të gjithë atyre që do të jenë pjesë e këtij eventi.